Aziz ka ndryshuar vetëm kjo pjesa sipërfaqësore. Natyrë Spaku duhet të vazhdojë hetimet e veta, është detyrë e tyre të thellohen. Dhe një ndër macat e para mendoj që duhet kishte marrë Spaku që pikërisht ato kompani që kanë marrë tendera me mbështetjen e grupit kriminal patjetër duhet të shpallushin një farë mënyrë non grata në tenderat aktual ose tenderat e përditshëm që organizon me Akshi. Kështu që asgjë ka ndryshuar. Pra, Bibera, ju thoni që përderisa kemi këto hetime, dhe pse nuk kanë përfunduar ato, pra hetimet, automatikisht duke parë mënyrën, skemën, ato nuk duhet ishin bllokuar, pra dhe nuk duhet të funksionin të operonin, pa kalojmë kështu në një kolaps dhe a rrezikojmë që... Jo, absolutisht. Nuk flas për çështjet e operimit të përditshëm. Megjithëse operation maintenance që quhet në teknik ka çmime kolosale të jashtëzakonshme që vetëm me kostot kanë lidhje, nuk janë për këtë, por tenderat e tjerë, sepse Akshi po bën gjithçka që ka të bëjë me IT në Shqipëri, apo jo. Tenderat e tjerë të ishin të hapur për konkurrencën e lirë. Se aty një në krimet që kanë ndodhur, patjetër që është e shkruar Zeza Bitbardhë në akt akuzat e Spakut, është pikërisht prishja rregullave të lojës, pra nuk ka konkurrencë. Dhënia tendrave që përpara se ato të shpalleshin. 2 fishimi ose 3 fishimi i fondit limite kështu me radhë, janë gjëra që janë në dosjen e Spakut. Sepse siguria kombëtare nuk mbrohet nëse vazhdojnë tjerat kompani të operojnë. Njëjtat kompani kanë dhënat tona, kanë buxhetin e shtetit, thesarit, finansat, gjithçka që ka të bëjë me ekonominë kombëtare, sistemi bankar, kompanitë e sigurimeve, sistemi i mbrojtjes, shërbimi informativ, siguria kombëtare, rendi publik, gjithçka pra është në durrët e tyre. Si është e mundur në gjykimin tuaj që për një periudhë kaq të gjatë kemi thyerjen e policisë, kemi thyerjen e institucioneve shtetërore nga grupet struktura kriminale në bashkëpunim, sikurse është Akshi, kemi hakerime, kemi shantazhe dhe para të cilat janë maksimizuar, se parat janë vetëm një gjë, sepse sigurisht dhe dhënat janë një tjetër dëm që është bërë, të funksionojnë dhe ndërkohë këtu policia s'pas ka funksionuar, krimi ekonomik jo, krimi kibernetik jo, doganat jo, se ka pas dhe fatura që kanë kthyer çokolata jo, tjera e tjera. Bankat po ashtu, sepse janë bërë transaksionet, janë bërë qarkullimet. Shish, ne jemi vend i NATO, si është e mundur, Zivera, në një vend si Shqipëria që ne të përballemi me një... Është e mundur sepse tu Aida ka po banda këtu është Edi Rama, pa kemi të qartë. Ai është drejtori i Akshit dhe ai ka bërë me vedi këto gjëra. Dhe e kam thënë edhe një prononcim tjetër që kompanitë e aktivitetet kriminale të tregtisë së drogës, nëse mund ta quajmë tregti, menaxhojnë sot Akshin, sepse norma e fitimit të Akshit është më e lartë se sa trafiku i kokainës, heroinës apo i drogave të tjera të klasifikuara të forta. Pra në qoftë si një punë të Akshit bën 1 milion euro, ajo është quotuar 10 milion euro. Ke parasysh çfarë normash të larta fitimi? Nuk i ka si lloj industrie në botë, as industria e zezë, po themi, e tregtisë drogës. Kështu që Akshi komandohet nga grupet e strukturave kriminale që mirën direkt me tregti droge.